ndajnë. Se e zgjatëm, në këtë pjesë e unë dhe kisha vetëm për t'ja dhënë një shmek pak debatit nga dy fjali. Shoh me thonë të drejtën me këtë strukturën e re cilën e ka LDK-ja, ka gjangjajshmëri se e potenca edhe zoti Kurti që këta kanë qeverisë zbashku edhe në atë ku, dhe më thonë zoti Abdigjiku e ka përkra kogja zotin Kurti. Kështu që kanë elementet përbashkëta. Unë mendoj që LDK-ja nëse do të vepronte si duhet, do të insistonte patjetër në pozicionin e kryeministrit. Për arsye se kemi koalicion. E pa kryeministër jo, a? Pa kryeministër jo. Okej. Gash, Blerim Gashi bashkë me mua në studio se pa harrova që se pas kam prezentuar. Me më mirë se ke ardhur në studion e Politikos. Faleminderit shumë për gatishmërinë se shumë zhvillime dhe vikendi ishte full, çdo 48 orë po bëhet interesant, kjo për te interesantës. Unë e kam quajtur tani në rrafshin tim gazetares koalicioni pamundshëm. Po atë pan e kam vendosur në klapa. Natyrisht do dua opinionin tuaj nëse mendon që klapat nuk është dashur të ekzistojnë ose paja nuk është dashur të ekziston, është i mundshëm apo i pamundshëm? Është pi kretyne kombinimeve konsideroj që është koalicioni më i mundshëm. Jo për ndonjë emocion që do të ketë zoti Abdigjiku apo zoti Kurti në relacion me politikë bërjen, sa për ftoftsinë edhe nevojën me bë koalicione të cilat vota qytetare i ka pru aty ku janë. Në këtë rrugë, po, është i mundshëm edhe konsideroj që është i dobishëm posaçërisht për potencialisht partnerin e vogël, më të vogël, në potencialisht këtë koalicion që mund bëhet. Mundshëm me çka? Me kryeministër Abdigjikun apo me... Jo, nuk konsideroj që është në tavolinë kjo. Për te i sigurt? Për këto jam i sigurt. Gjithashtu jam i sigurt që para 10 ditëve ka pas biseda, jam ultra i sigurt, si shish me thonë një mik i imi, jam ultra i sigurt që ka pas kërkes nga zoti Abdigjiku ndaj deputetëve të vetë, ku një numër shumë i madh, 70% e tyre kanë qenë pro koalicionit me vetëvendosjen, me përjashtim të refuzimit të zotit Shala edhe të heshtjes së zotit Aziri në një bisedë të këtillë dhe një... Kjo ka ndodhur kështu në ambientin brendshëm, për te i sigurt? Në takim me deputetet e vetë të zotit Abdigjiku, para 10 ditësh. Me një diskutim tjetër, në rast se ofrohet pozicioni i kryeministrit. Në rast se ofrohet pozicioni. Po nuk është diçka te kryeministri, prandaj ka edhe oferta tjera më të mira. Kjo çfarë po flet Blerimi është diskutimi i brendshëm i LDK-s në cilin është diskutuar që opsioni vetëm në cilin edhe unë besoj në këtë bindje ndryshon pozicioni i LDK-s pas nënshkurtit është në rast se negociohet mbi disa parime bazë që unë besoj që duhet zoti Abdigjiku t'ia thot, t'ia shkruaj zotit Kurti dhe t'ia thot në takim. Janë disa parime për shumë këtë qeverisje që ka ndodhur këto 4 vite, që duhet m'ia kujtu zotit Kurti, besoj përmes kësaj letre dhe takimit dhe deri tek ky pozicioni i drejtimit qeverisë që duhet ta marrë, do të thotë në këtë rast LDK-ja. Marr parasysh këtu edhe pozicionin e parë që ka ndodhur në qeverisin kur është votu Kurti atë kohën nga LDK-ja si kryeministër, sot unë besoj që me të drejtë ka vetëm një arsye që sipas meje e ndryshon këtë bazë, këtë logjik ose këtë vendim që ka marrë LDK-ja që të mbetet në opozitë dhe të shkojnë në qeveri. Është vetëm pozicioni besoj i kryeministrit. Tash kushtrim dikush do të thotë që po lidhet për pozicione, po lidhet për pushtet, nuk ka të bëjë kjo. Unë besoj që garanti vetëm që LDK-ja të jetë e suksesshme në këtë proces dhe të mos dyshoj në sinqeritetin e zotit Kurti, të cilën unë vazhdoj të dyshoj në këtë mes, është vetëm pozicioni i kryeministrit. Ky është shpëtimi vetëm në këtë pozicion sipas me. Kjo është kërkesë për ta bllokuar apo për ta bërë koalicionin? Kjo është kushtrim sepse zoti Kurti në secilin veprim politik që ka bë në këto 19 raste të tentimit për me kriju qeveri, është vetëm me çu vendin drejt zgjedhjeve. Sot i ka ra vi përfundimisht edhe mundësisë që të bëj me PDK-n koalicion, që është përfol shumë si opsion, pra letra flet për një pamundësi që edhe me PDK-n dhe ka mbet opsioni i fundit i cili e godet pikërisht LDK-n, e cila ka pas pozicion qartë që nga fillimi, që do të mbetet në opozitë. Mos të rejmë këtu, komplet elektorati i lëvizjes vetëvendosje, në këtë rast ose pjesa e madhe e votave që ka humbur vetëvendosje kanë shkuar në lidhjen demokratike të Kosovës. Dhe një strategji e gabuar e LDK-s në këtë mes do ta në farformën e zgjedhjeve do ta dëmtonte goxha shumë lidhjen demokratike të Kosovës dhe synimi Kurtit është shumë i qartë që çdo dëmtim, çdo humbje vote që LDK-ja mund ta ketë
për shkak të veprimeve të pamatura dhe provokimeve që i bën Kurthi,